Meraku për të veshur rroba me motive ushtarake i ka mbetur prej kohës së luftës në Kosovë. Kjo grua atëherë po bënte shumë nga Bajramçurri, ndonse jo tamam si pjesëtare e njësiteve militare. Valentina Gjongeci kishte një punë që edhe pak burra do ta pranonin me qejf. Ajo varroste ushtarët të vdekur të UÇK-s. Të tillë që kaluan nëpër duart të saj ishin shumë. Ka qenë toka bosh. Këtu i kam pas varros 65 ushtarë të UÇK-s. O kanë prona babsta. Më së rëndë pati ku i varrosit e paret. Jo se 28 vjeçaja nga Bajramçurri e pati përsejfte këtë punë, por se kufomat ishin për njerëzve kryesor të luftës në Koçare. Më kanë lajmëruar, më kanë thonë në orën 10 ditë duhet me konë 2 vena të bë me gati. Jena çuar, kena ardhur ku marrë me gjithë burrin, edhe i kena bë gati. Po ata ne projektuam shumë keq. Ata kishin projektuar shumë keq, me thonë drejtën e Zotit. Edhe më thanë, ka vdek. Agim Ramadani, po ti nuk duhet me tregua. Kështu Gjongeci thot që edhe bëri, duke mos i treguar kërkujt se kush ishin ata që i futin në dhe. Kjo për shkak se kishte frikë që do të bente morali ushtarëve, por edhe civilëve. Nga kjo ditë e tutje, puna e saj u shtua. Nesmen i kanë po dhe 2 tjerë, atë për çdo ditë ka 2, 3, 4, 5. Punën që e nisi e çoi deri në fund, jo vetëm duke i varrosur kufomat, por edhe duke u kujdesur për gjëra tjera të rëndësishme. Tonë ja kom pas në emnat, 65 ushtarëve. E marsha ka një drasë, ja shkujsha emnat. Për mos na ku dishim na gjon, apo shlirohet, as po shlirohet. Aty u bonomi. Kur lufta mori fund, të varrosurit u desh të kthehen në Kosovë. Gjongeci thotë se ndihmoi në këtë proces të ri, që tashti mbase ishte edhe më i rëndë. Për 8 ditë 8 net i kom të varros, 65 ushtarë të UÇK-s. Mas pari më kom nxjerr Agim Ramadanin Saliçekin, edhe i kom të varros. Ka qenë shumë e vështirë, se nuk lën kera 6 muaj deri 40 ditë, ose 40 ditë. I thom na, asnjë ushtar që ka ardhur me kamiona të UÇK-s nuk ka mujt me ndihmua. Asnjë komandant, që është shumë e vështirë. S'kan mujt me hip as në kamion. Unë më shajë si kom nxjerr prej Vorri, i kom hip në kamion, edhe i kanë çuar në Koshora. Shumica e vendeve ku ishin varrosur ushtarët e UÇK-s tashmë janë zënë nga kufoma tjera, por jo edhe ato të Agim Ramadanit e Saliçekut. Shito, akon Agim Ramadani e Saliçekit. Sot jam unë gjallë, si të marr frym, këto nuk futet kush, sepse ja kena përkushtuar